Megjithatë, doktoresha vjet re që disa nga fëmijët sëmuren më shpesh ndaj këtyre virozave, pra i kalojnë thuajse çdo viroz, por ka fëmijë të tjerë të cilët i kalojnë më rrallë. Pyetja konkrete është sa herë duhet një fëmijë, sidomos kur është nën 2 vjeç, të smuret gjatë një muaji apo gjatë një viti sa i takon këtyre virozave? Po, një fëmijë 0-3 vjeç, po themi, në qoftë se smuret 2-3 herë në vit me një infekcion të rrugëve të sipërme të frymarrjes, është diçka e zakonshme. Në qoftë se smuret më shpesh, atëherë duhet parë të gjejmë shkakun e vërtet, të mos shkojmë deri tek imuniteti, sepse duket fjalë madhore, por mund të ketë deficite në hekur, vështirësi nga dalja e dhëmbëve, deficite në mikroelemente, çrregullime të metabolizmit, të përthithjes së ushqimit në zor, ose mund të kenë dhe deficite të vitaminës D. Pra në qoftë se një fëmijë smuret, thuajse çdo muaj, do thotë që patjetër do t'i ndjek këto problematika që ju sapo i përmendët. Duhet patjetër të kontrollohet e mjeku i familjes, ai do t'i rekomandoj një sër analizash, si këto që tham, matjen e rezervave të hekurit në organizëm, të vitaminave, dhe nëse ka shenja klinike, do të gjykoj mjeku se çfarë suplementesh i jepen këtij fëmije për ta ndihmuar që t'i kaloj më lehtë virozat.